Ne në lëndën e kimisë kemi mësuar për reaksionet eksotermike dhe endotermike. Reaksionet eksotermike janë ato reaksione gjatë vjellimit të cilat lirohet energjia, ndërsa reaksionet endotermike janë ato reakcione gjatë vjellimit të cilave shpenzohet energjia. Ne që do të bëjmë 2 eksperimente dhe që të vërtetojmë se cili reakcion është endotermik dhe cili eksotermik, e kemi marrë edhe sensorin e temperaturës që të masim njëherë temperaturën e ujit. E presim deri sa të stabilizohet. Pasi u stabilizua, aparatura na tregon se temperatura e ujit ishte 15.7, tani e shtojmë edhe glukozën. Pastaj marrim 5 gram glukozë. Pastaj pasi kemi matur 5 gram glukozë, vendosim në ujë. Pasi e vendosim glukozën, ne e përzijem derisa të tretet. E masim temperaturën e përzierjes. Presim derisa të stabilizohet. Pasi e stabilizuar, na tregon se temperatura ishte 14.5 dhe ne e paraqesim grafikun. Grafiku është paraqitur edhe këto. Tani edhe nga kjo e vërejmë se ky ishte një reakcion endotermik sepse na është shpenzuar nxehtësia apo temperatura. Tani e bëjmë eksperimentin tjetër. Pastaj marrim 5 gram hidroksid natrium. E masim temperaturën e ujit. Përsëri. Pasi është stabilizuar, e hekim sensorin e temperaturës dhe e vëmë se temperatura e ujit është 16.8. Falem. E përzijem. Presim edhe pak derisa të shkrihen. E tash e masim përsëri temperaturën, presim derisa të stabilizohet. Pasi është stabilizuar, shohim se temperatura ka arritur deri në 21.1 gradë Celsius, ku tregon se është liruar temperatura dhe kemi një reakcion eksotermik, edhe në këtë veprojmë njëjë, e qesim grafikun. Dhe ja këto ku e kemi grafikun, këto ishin edhe eksperimentet tona.